Drejtori i Asociacionit Komunave të Kosovës, zoti Sazan Ibrahimi, është me ne në studio dhe do të flasim edhe për buxhetin, por fillimisht të intervistën do ta nisim me një reagim të këtij asociacioni, i cili ka reaguar sot ndaj disa deklarimeve që i ka bërë 2 ditë më parë kryeministri në detyrë Albin Kurti lidhur me investimet kapitale kur u është referuar komunave. Atëherë zoti Ibrahimi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje Donika, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zoti Ibrahimi, sot keni pasur një reagim, i keni quajtur fyrje dhe keni shprehur keqardhje për deklarimet dhe shëndrimet e kryeministrit në detyrë, i cili në një farë formë duke që i ka quajtur edhe hajdut kryetarët e komunave, apo çfarë ka ndodhur? Po shiko, unë këtë deklarat nuk e kam bërë, ka bërë bordi i Asociacionit Komunave të Kosovës, i cili është mekanizëm i cili përfaqëson komunat e Republikës Kosovës dhe i mbron interesat dhe flet në emër të komunave të Republikës Kosovës. Domethënë, gjatë vikendit fundit e patëm një deklaratë të kryeministrit në detyrë, ku ai tha që nuk do t'ju jap para kryetarëve që nuk dinë të punojnë apo që vjedhin. Domethënë, na po mendojmë si asociacion që nuk ka nevojë gjatë kësaj kohe të përdoren kësi terma të rëndë ndaj kryetarëve të komunave. Nuk është hera e parë që kryeministri Kurti del me këso deklarata. Gjithashtu pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të vitit 2021, është deklarata publike kur thotë që krimi ka zbritur në nivel lokal. Domethënë pas zgjedhjeve lokale të vitit 2021. Ta shtrohet pyetja: a janë edhe 4 kryetarë të lëvizjes vetëvendosje, a përfshihen edhe ata në këtë krim apo jo? Nuk ka nevojë që kryeministri në detyrë, Kurti, edhe në atë kohë, po edhe tash, të dalë me këso deklarata ku bëhet polarizimi i institucioneve lokale dhe qendrore. Neve po mendojmë si asociacion që në vend që të ulmi, të debatojmë, të diskutojmë, se si të kalojnë disa probleme, disa sfida në nivel lokal, nuk është momenti i duhur që kryetarët aktual të thuhet që vjedhin apo nuk vjedhin, pastaj kanë kaluar kohrat kur një person ka vendos për buxhetin e komunave, për buxhetin e shtetit, kur ka vendos kush po vjedh, kush nuk po vjedh, kur ka vendos kush punon, kush s'punon. Na jemi në Kosovë në një shtet me demokraci. Mirë, deklarime tilla mund të konsiderohen pak si ndërhyrje në rezultatin zgjedhor, se pastaj diskutojmë edhe për ndarjet, për shkak se ndryshe vendosen apo ndarjet buxhetore. Po shiko, tash ndarjet buxhetore të ne në Republikën e Kosovës, jo që kjo qeveri ka bën ndonjë amandamentim të ndonjë ligji, po këto ligje janë të trashëguara, kemi ligjin për financat publike dhe përgjegjësitë, dhe ligjin për financat lokale, ligjin për financat publike, po dhe ligjin për financa lokale. Dhe këto ligje janë të hartuara që një kohë. Dhe aty ekzistojnë grantet, granti për përgjithshëm, granti për arsim, granti për shëndetësi, granti për kryeqytetin e Republikës Kosovës, granti për komunën e Obiliqet për shkak ndotjes së ambientit. Këto mjete financiare nuk janë në diskrecionin e kryeministrit në detyrë apo ministrit, të ndonjë ministri që t'i ndaj mjetet financiare ku do të shkojnë këto mjete. Janë formulat, është legjislacioni në fuqi dhe aty nuk është në vullnetin e dikujt nga niveli qendror që të ndaj apo të mos ndaj. Dhe për këtë arsye nuk ka nevojë tash, unë nuk e di pse akuzohen kryetarët gjatë kësaj periudhe apo vjedhin apo punojnë as punojnë. Domethënë, nëse punojnë kryetarët, janë zgjedhjet lokale dhe qytetari vendose a e meriton ai kryetar të rizgjedhet apo jo. Nëse vjedh në atë kuptimin ashtu siç ka thënë, se për mua po është shumë vështirë me përdor këtë term, sinqerisht, se duke kemi fakta, kemi dhëna nëse ka buxhete të vjedhura apo ka pasur keqpërdorime të buxheteve të komunave apo çfarë. Po a kemi ndonjë kryetar të komunës që nga viti 2021 kur kryeministër është zotri Kurti? A kemi ndonjë kryetar i cili ka ndonjë akt akuzë të ngritur për këto që thotë kryeministri në detyrë? Nuk kemi. A kemi zyrtar në nivel qendror? Të lartë bile, që kanë akt akuza, kemi. Tash, kush ka në këtë farë situate? A janë kryetarët e komunave që asnjë nga ta nuk ka ndonjë akt akuzë, apo që ka dikush në nivelin qendror? Dhe po besoj që nuk është mirë të sillemi me këtë zhargon, pa marrë parasysh se ndikon në zhvillimet politike të tanishme apo jo. Do thonë edhe kryetarët, paramendoni jo. Në zgjedhjet e fundit lokale, në raundin e parë kemi kryetarë cilët kanë fituar pa ballotazh nga të gjitha partitë politike. Tash a duhet me thonë atyve që ata për mos punë janë zgjedhur apo kanë bën ndonjë veprime të cilat janë antiligjore. Tash nëse kanë bën një veprim që kryeministri në detyrë konsideron vjedhje, atëherë janë institucionet e drejtësisë të cilat duhet mu marrë me to, apo?
nuk është kryeministri në detyrë. Nëse nuk punojnë kryetarët aktual, atëherë janë qytetarët cilët ja tregojnë kryetarit se a ka punu, a s'ka punu me zgjedhje. Megjithatë ka vite zoti Ibrahimi që buxheti është pika kryesore për plasjes mes nivelit qendror dhe nivelit lokal, që ndoshta tregon pak edhe për mënyrë selektive si janë ndarë projektet, buxhetet, investimet apo çfarë. Është e vërtetë Donika që domethënë në këtë qeveri neve kemi ngritë zërin jashtëzakonisht shumë për dallimet që janë bërë në ndarjet buxhetore nga ministritë e linjës te komunat. Do të thonë, jo ato që i përmenda cilët janë të para me legjislacionin në fuqi, për shembull rreth 10% e buxhetit total të Republikës Kosovës shkon për grantin e përgjithshëm. Aty janë edhe mjetet për investime kapitale, për subvencione, mallra dhe shërbime, gjithashtu edhe për paga dhe mëditje. Po pastaj hilja më e madhe që është bërë nga ministritë e linjës. Për investime të reja kapitale nga ministritë e linjës, për shembull në vitin 2024, kemi pas komunë e cila është e qeverisur nga një parti politike e cila ka fituar mbi 102 euro për kokë banori. Kemi pas komunë e cila nuk qeveriset nga partia në nivelin qendror në pushtet, e cila ka marrë 1,77 euro cent për kokë banori. Kemi pas plot komuna cilat nuk kanë marrë asnjë cent për kokë banori. Gjithashtu edhe këtë vit është reflektuar kjo pabarazi buxhetore. Kjo pabarazia ka bazë ligjore si duhet përcaktuar, si duhet bërë këtë ndarje. Këto janë ato na që si asociacion edhe shumica absolute e kryetarëve kemi vlerësuar kritere cilat nuk janë me legjislacionin në fuqi, po përdorin kritere politike dhe etnike në ndarjen e këtyre mjeteve financiare nga ministritë e linjës. Për shembull, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, deri në ardhje në kry të ministrit Krasniqi, Albert Krasniqi, në të kaluarën, se e di shumë mirë, që nuk ka pas mjete financiare për subvencione. Si ka orë ky ministri ka marrë me miliona euro për subvencione. Tash nëse ka dalë edhe në televizionin mediumin tuaj, po mdo këtë lista e përfituesve nga këto subvencione dhe shihet se ku shkojnë ato mjete financiare. Kemi për shembull një komunë e cila përfiton 85,69 euro për kokë banori. Komuna e Prishtinës për shembull vitin e kaluar ka fituar 10,50 euro për kokë banori. Komuna e Deçanit për shembull 8,24. Komuna e Vushtris 5,74. Komuna e Vitis 4,21. Komuna tjera 102,15 euro për kokë banori. Komuna e Shtimës. Komuna e Kamenicës 80,26. Komuna e Suarekës 1,77. Ndoshta edhe komuna e Suarekës ka qenë me fat, se kemi plot komuna cilat nuk kanë përfituar asnjë mjet financiar për investime të reja kapitale. Ndërkohë sipas ligjit si do duhet bëjë kjo ndarje? Na kemi, këtu është problemi. Neve kemi kërkuar grantin e 4 për investime kapitale. Domethënë ku në analizat tona që kemi bërë në të kaluarën, ka dalë që për investime të reja kapitale dhe për investime në projekte në vazhdimsi janë diku mbi 100 milion euro. Dhe ato mjete financiare, si mbas mendimit tonë, se në draftin final të ligjit për financa lokale, cili është amandamentuar në qeverinë e kaluar, e kemi fut grantin e 4 për investime kapitale. Gjitha këto mjete financiare duhet shkojnë në grantin e 4, aty i kemi vendos 2 kritere kryesore. Është numri i popullatës dhe sipërfaqja e komunës. Dhe gjitha komunat përfitojnë në bazë të këtyre 2 kritereve. Mirë po, ministri në detyrë, Hekuran Murati, në vitin 2022, edhe pse ka qenë në strategjinë legislative, e ka tërheqë. Edhe ende nuk është në strategjinë legislative për amandamentim. Që po i bie Sazan, deri më tani po i bie që në këto ndarje, në këto investime, faktikisht vendos qeveria niveli qendror apo jo? Jo në gjitha. Nëse kryeministri në detyrë ka thonë 1 miliard euro, po, domethënë këtu në analizat tona që kemi bërë janë mbi 100 milion euro diçka, po këto ndaj, a di çu shkon doni ky proces. Para mendoni, Ministria e Arsimit nga këto mjete, nga këto që po i theksoj tash, i merr mjete financiare nga qeveria dhe i shpërndan për komuna duke ndërtuar çerë dhe shkolla. Tash, kriteret, që po ta kallëzoj një rast, në fshatin Pozharant, komunës Vitis, ka qenë planifikuar më ndërtu një qerdhe. Ministria e Arsimit, ky projekt ka qenë në fazën e tenderimit. Në fazën e tenderimit e ka tërheq, e ka marrë nga komuna Vitis e ka qumë me një komunë tjetër, e cila qeveriset nga vetë vendosja. E konsideroni të qëllimshme? Po kjo është politike. Do thonë, çysha merr ti projektin, e merr projektin nga një komunë e çon me një komunë tjetër. Në vend që i pjatella asaj komunës tjetër, po mos jam mirë kësaj komunës. Komuna e Ferizajit, për shembull, që të ke ministra Nagovci, nuk po kërkojnë komunat. Disa kërkesat e komunave kanë qenë për ndërtimin e qerdheve. Arsye ka qenën.
Për shembull, komuna e Ferizajit e ka çu kërkesën për kraje financiare nga Ministria e Arsimit. Për ndërtimin e qellëve, kur e ka dërgu kërkesën ka thonë jo na ndërtojmë qellë në zona urbane jo rurale. Po tash vlerësimi i kryetarëve dhe komunave është që ku ka nevojat e qytetarëve ata i adresojnë në nivelin qendror, apo. Dhe tash shtrohet pyetja, pse Ministria e Arsimit më morë me ndërtimin e qellëve? Këto mjete financiare kemi kërkuar në të shkojnë në grantin e 4 dhe pas në bas nevojave të komunave ato edhe të shpërndahen. Ku jemi me testin PISA? Ku jemi me hartimin e politikave, avancimin e politikave në arsim? Për këto duhet më marrë Ministria e Arsimit, jo me ndërtimin e qellëve dhe shkollave. Pra konsideroni që granti 4 do të shmangte të gjitha këto problemet, ndarjet selektive për plasjes në nivelit komunal dhe qendror. Do thonë, asnjë kryetari i komunës nuk ka asnjë në atë kuptimin, në keq kuptim apo nuk thotë që në grantin e përgjithshëm, në grantin për shëndetësi, grantin për arsim, grantin për kryeqytetin dhe grantin për obilisin ka ndonjë hile. Asnjë nga kryetarët. Po te këto mjete financiare, cilat administrohen nga Ministritë e Linjës, Ministria e Pushtetit Lokal, para mendoni bre? Në vend që më marrë me administrimin e letrave, jep subvencione. Ministria e Arsimit, në vend më marrë me zhvillimin e politikave për arsim, mirët me ndërtimin e qellëve dhe i çon qellët i ndërtojnë nëpër do komuna i keni ndëgjuar ndoshta kandidat për kryetar ku tek. Ministria e Shëndetësisë, në vend që më marrë me problemet që janë në SHSK, në sistemin shëndetësor të Republikës Kosovës, kemi barna mungojnë për komuna nga lista e barnave esencial, e ka obligim që më marrë edhe me ndërtimin e ambulantave. Në thonë, këto janë ato që neve kërkojmë që... E që duke që janë si ndërhyrje nga ana nivelit lokal, apo jo? Po, jo, nga nivelit qendror në nivel lokal, sepse me ligjin për pushtet lokal, që është te kompetencat komunale në 17, këto bine edhe në kompetencët komunave. Kanë kalu do kohëna, duhet me avancu tash. Në dhona kemi mundësin që ti rregullojmë ligjet, mirë po nivelli qendror ka hezitu. Po gjuha e cila po vazhdon të jetë fyse ndaj kryetarëve të komunave, ka qenë e papranueshme për bordin e asociacionit dhe kemi ardhur te ky reagim. Do të thonë, mjetet financiare nuk janë të një personi, po janë të shtetit. Këto neve paguajmë taksa. Dhe ato menaxhohen nga niveli qendror, mirë po jo që të mira në ato mjete dhe të shfrytëzohen për ndarje. Po, megjithatë ky deklarim tani a shton rrezikun që të ardhmen nëse kemi një qeveri të udhëhequr përsëri nga lëvizja vendosje mund të ketë përsëri për plasje të tilla dhe kaq pak kënaqësi nda me nivelin lokal dhe nivelin qendror mes tyre. Për këtë arsye Donika neve si asociacion dhe bordi i asociacionit po kërkon dialog, që të ulemi të bisedojmë. Nuk keni pasur dialog këto 4 vite më shumë? Jo, s'ka pas kur far dialogu. Në thonë, grantin e 4, kemi qenë në takim kryetar të komunave, kryetari Agim Alive ka kërkuar në emër të gjithë kolegëve. Grantin e 4 në shtator, në takim në Pej, jo në zyret e qeverisë, po në për hotele private, ku ka kërkuar grantin e 4. S'kan shku 2-3 javë ditë, ministrin detyrë taneshëm, Hekuran Murati ka tërheqë ato, dhe ende gjendet në zyret e tij, në sirtaret e tij, dhe nuk e ka vullnetin për me shty përpara këtë proces. Problemi tjetër është kontrata kolektive. Në thonë, gjatë këtyre 4 vite ju kanë marrë komunave rreth 240 milion euro nga lëndë gjyqësore, ku shumica e tyre mjeteve është marrë për kontratë kolektive. As që kanë dashme ndëgju. Po disa e keni ngritur, apo jo? E keni ngritur ta kemi me kryeministrin e tyre? Po si jo, do më thonë ne kemi ngritur gjitha këto shqetësime, i ka ngrit. Po avazi vjetër ka vazhdu. Tash ka kanalet ndryshme se si i mirën mjetet financiare komunave dhe disa komuna pastaj i jipen mjetet financiare përmes disa projekte, po jo të gjitha komunave. Pra barqe të mjeteve për një komunë në komunën tjetër? Jo, i merë, për shembull, niveli qendror shohim që nuk është e zoja, ti shpenzoj gjitha mjetet financiare për investime kapitale. Do të thonë, me vite i teprojnë ka me 100 miliona euro. Dhe në fund vitet e ka komoditetin të merë vendime të tilla se ku do të shkojnë disa mjete. Do të thonë, ja jep një komune 4 milion euro, thotë kryja këtë punë. Ja jep dikuj si ja. Komuna udhëhequr nga ajo, nga partia së nuk po du me hi, janë publike. Dhe ku qëndron më mirë zoti Ibrahimi? Komunat apo niveli qëndron me investimet kapitale? Me investime kapitale që disa vite rresht, komunat janë duke qëndruar jashtëzakonisht mirë. Do të thonë kemi komunat cilat i kanë shpenzuar 100%,
të investimeve kapitale dhe përqindja besoj se tash nuk i mora shënimet me veti, po i kom në gjithat dhënat, është mbi 63-4% të shpenzimeve të investimeve kapitale për gjitha komunat. Që unë ju garantoj që niveli qendror Me gjithat ka dhe komunat cilat ju kanë tepruar milionat për investimet kapitale, në anë qëtër ka pasur edhe ankesa. Tani si shpjegohet, pëse ndodhë kjo? Pëse ndodhë. E kemi ligjin për prokurim publik, që 4 vite jemi të i thonë amandamentoni për këtë ligjë, se është një ligjë burokratik. Operatorët ekonomikë shkojnë ankohen në OSHP, në gjykatën e tenderave, për shikuesit tuaj. Dhe kur të ankohen në gjykatën e tenderave, zhagitet procesi. Dhe tash nëse i ki planifiku ti me shpenzu mjetet, dhe vendimarja nuk është bërë në OSHP, që në një përqindje jashtëzakonisht e lartë është që ata nuk marrin vendim me kohë, sa i përket vendimeve që i prekin investimet kapitale në për komuna dhe e zhagisin. Tash kur e zhagisin, normal që zhagitet edhe projekti. Mirë po, nuk kanë komunat shumë mjete financiare në raport me nivelin qendror sa ka mjete financiare për investime kapitale. Ato mjetet cilat i ka përmend kryeministrin e tyre, 1 miliard, aty janë me paga, me ditje, me subvencione. 1 miliard ishte për investimet kapitale. Në për komuna? Jo, nuk është e mundën. 1 miliard euro mundet me qenë gjithë Republikën e Kosovës. Jo, s'ka mundësi. Tash, këtë vetë kanë qenë 230-40 milion dështa për komuna. Mëse më kap tash për fjale, po mujme t'i donë... A keni parë projekt bugjetin? Darit linjat bugjetore këtu kështë është miratuar në qeveri? Jo, e kemi pa kufit bugjetor, në donë në qarkore në cila me insistimin tonë është bo. Se ndoshta mund të kthehemi disa muaj më herët, kur Ministri Murati thonte nuk mund ta miratojmë qarkoren e dytë bugjetore se nuk e kemi parlamentin funksional e na mungon një antar. Domethënë do të patjetër me shty procesin në dëm të komunave. Dhe atëherë neve si asociacion patëm reaguj, patëm thonën që shiko minister, se ky komision i granteve ka 9 antar. Dhe nëse një mungon një 8, atëherë mund të mirët një vendim. Dhe ka vazhduar tash. Edhe në këtë ligjin për bugjetin e vitit tashëm, ka qenë edhe kërkesa asociacionit në fillim, në fund gushtit, fillim i shtatorit që procesi i vendimarrjes në kuvendet komunale për bugjetet komunale të shtyhet pas zgjedhjeve lokale, sepse ka pas implikime të drejtë për drejta në vendimarrje. Domethënë, gjithë kryetarët e komunave ishin në fushat zgjedhore. Shumica absolute e antarëve, ish antarëve të kuvendeve komunale kanë qenë në fushat zgjedhore. Drejtorët komunal gjithashtu, dhe tash e ka fut një në këtë draftin i cili shkoi në qeveri, e ka fut një klauzol që 11 komuna tani janë me vonesë në aprovimin e bugjeteve komunale. Për vitin e ardhshëm. Vitin e ardhshëm, po, se shikoni, me ligjet në fuqi, deri me 30 shtator, komuna duhet t'i miratojnë bugjetet e tyre në kuvendet komunale dhe të dërgohen në ministri, dhe mas të ministria me 31 tetor duhet, po mendoj qeveria, ta aprovoj që ta procedoj për parlament, ta shvëdu me hynat se qka do të ndodha, s'do të ndodha. Ndërkohë kërkesa nuk është miratuar, apo jo, kërkesa komunave për shtyrian e afatit? Jo, nuk është miratuar, mirë, po ka hyrë një klauzol në këtë draftin e fundit që e pash, ka hyrë një klauzol që nëse komunat, edhe ato cilat nuk e kanë aprovu bugjetin, veprojnë e hartojnë projekt bugjetin e tyre komunal, duke u bazuar në vijat bugjetore cilat janë të parapara në qarkoren e dytë bugjetore, atër nuk ka ndonjë problem për aprovim, ashtu si kemi probleme tash me 3 komunat, për shembull Prishtinën, Gjilanin edhe Zubin Potokun. Dhe këto komuna është pikërisht për shkak të mosmiratimit me ku, apo jo që kanë mbetur me bugjetet. Tani si funksionojnë ndarjet bugjetore, linjat e tyre? Ndahen me 1-12 apo si funksionojnë? Do ndonë me licitacionin në fuqi është e paraparë që nëse nuk e miraton me kohë. Shiko, Dënika. Këto 3 komuna vitin e kalum nuk kanë arrit me miratu. Mirë po, me ligjin për financat publike dhe përgjithësi. Këto komuna kanë pas mundësi që ta miratojnë bugjetin e tyre dhe me vonesë, po ta dërgojnë në ministri për para se ish kuvendi i Republikës Kosovës ta marrë vendimin për bugjetin e Republikës Kosovës për këtë vit. Në tonë edhe në atë kohë nuk kanë mundur. Po të kishim kuvend funksional, unë po mendoj që nuk do të ishte ndonjë problem. Po mendoj që ndoshta do të kishte edhe problem. Po këtu, shikoni, tani edhe komunat nuk kanë mund të, përveç që janë vanuar në procesin e miratimit të bugjeteve komunale, nuk e kanë pas shumicën e votave në kuvende komunale për miratimin e bartjes të hyrave vetanake nga një vit në vitin e ardhshëm.
Edhe kjo çalon, domethënë edhe këtu ka këto probleme dhe për këtë arsye këto 3 komuna janë duke u ballafaquar me probleme. Po cilat janë problemet me këto komuna? Çështja e pagesave apo edhe tutje pastaj implementimi i projekteve? Po nuk ka mundësi asnjë projekt 3 kapital me fillu. Domethënë se ti bazohesh në buxhetin e vitit kaluar. Sa ke pas buxhetin e vitit kaluar? Nëse ke pasën, pa marr vetëm shembull, 700 punëtor. Ti e merr buxhetin për 700 punëtor. Nuk mundesh me parapati edhe 100 punëtor shtesë këtë vetë, sepse buxhetin e kita aprovum për as pare. Projektet të reja investime jo, po vetëm projektet të cilat mund të jenë në vazhdimsi. Këto janë ato sankcionet kushtimishtëm që janë parapara me licitacionin e fuqi për komunat cilat i miratojnë me vonesë buxhetet e tyre komunale. Mirë po, në ligjin për buxhet të tanishëm në këtë draftin, që e poshat klauzolën, domethënë është parapa që këto 11 komuna nuk do të kenë probleme të tilla me buxhet e vitin arshëm. Megjithatë, aktualisht zoti Ibrahimi problemi më i madh edhe sa i përket komunave dhe gjithë niveli qendror është mos miratimi i buxhetit të shtetit deri në fund të këtij viti, 31 tetor është dashur, kaloj por mund shkojë deri në fund të vitit. Në kuvend pastaj, duke që në kuvend do të ketë shumë probleme sepse paktën në këtë formë është problematike të kaloj. Çka do të ndodhë? Cili është rreziku që i kanë nisur komunave, cilat projekte ose cilat paga ose cilat Po i dëgjoj shumë interpretime, domethënë, po në bazë të ligjit për financa publike dhe përgjithësi. Domethënë, pe marr atë që ta interpretoj edhe unë, përse tu marrë me këtë punë që më shumë se 2 dekada, aty shkruan shumë është e qartë. Neve kemi pas zgjedhje qendrore në shkurt dhe nuk e kemi ende një mekanizëm funksional për aprovimin e buxhetit. Në këtë rast, nëse nuk kemi zgjedhje qendrore deri në fund këtij viti, në ligjin për financa publike parashihet që institucionet e Republikës Kosovës do të kenë mjete financiare vetëm për janarin e vitit tashëm. Në këtë situatën aktuale, nëse nuk e miraton buxhetin kuvendi i Republikës Kosovës, është klauzola tjetër që thotë, nëse deri në fund dhjetorit do të kemi zgjedhje qendrore përsëri, atëherë ky afat shtyhet edhe për shkurt të vitit tashëm. Nëse deri në atë kohë nuk kemi as zgjedhje qendrore, po as konstituim të organit më të lartë vendimas në Republikën e Kosovës që ta miratoj buxhetin, me 1 mars gjithçka bllokohet. S'ka as paga, as pensione, as investime, as raste sociale për t'i përkrahur rastet sociale, domethënë do të jemi me një krizë që Dhe kjo shkakton pastaj panik apo jo? Po kjo normal që tek qytetarët, Po jo vetëm tek qytetarët, po të gjithkohësh të krejt institucionet, vetëmja, na kemi mundësi që nëse ndodhë kjo skenario më i keq që tashon, nëse nuk kemi zgjedhje, nuk kemi mundësi për miratimin e buxhetit, me 1 mars Kosova ka mundësi vetëm të bëj pagesën e këstave të borxheve që kanë ndaj institucioneve ndërkombëtare apo mekanizmave ndërkombëtar që janë marrë kredit. Vetëm atë mundësi e ka me 1 mars, e tutje. Për ndryshe, nëse janë këto skenarioet cilat e elaborova më herët, atëherë me 1 mars nuk ka as paga, as investime, as pensione, as përkraje ndaj është hera parë që shteti nëse ndodh kjo përballet, po mund përballet me një situatë. Ka ndodhur kur është vonu procesi i miratimit, po, mirë po, nuk kemi pas rast që me met me 1 mars pa buxhet, do të thonë ki mundësitë nëse nuk ki zgjedhje qendrore deri në fund këtij viti, me pas vetëm janarin. Nëse kemi zgjedhje deri në fund këtij viti, atëherë mund ta kemi edhe shkurtër. Megjithatë ka disa komuna të cilat janë përsëri në borxhe për shkak të alokimit të mjeteve ndërkohë. Po ku është problemi më i madh me këto, me projektet të cilat i kanë tenderat të cilat i kanë aranjuar, apo ku është problemi? Problemi është kontrata kolektive. Do të thonë shumë mjete financiare. Problemi i madh i tyre, pra, mjetet e tërësha. Edhe kryetarët që do të vinë, do të thonë do të zgjidhen këta aktual, apo do të vinë tjerë, kanë mu ballafaqur me problemet e tilla, të jashtëzakonshme. Do të thonë mbi 240 milionë euro ju kanë marrë për 4 vite nga vendimet gjyqësore, ku shumica është për kontrata kolektive. Këto para është dashur të shkojnë në investime kapitale shumica apo vetëm këtë vit. Do të thonë janë mbi 75-6 milion. Mbi 40 milion ju kanë marrë për investime kapitale. Do të thonë mbi 50%. Dhe donika absurdi tjetër që është, që këtu do të thonë duhet me marrë dikush përgjegjësi, po tenas po merr përgjegjësi kërkush. 27% e këtyre mjeteve financiare që janë marrë për kontrata kolektive kanë shkuar tek përmbaruesit dhe proceset gjyqësore. 27%.
Dhe kjo ka qenë alarmi që kemi ngritur. Është një analizë kjo që është nxjerrë saktë sepse duket që ka pasur edhe një reagim nga ana e Ja, kjo është pyetni edhe zyrën e auditorit kombëtar edhe kjo. Shumë kaq e madhe, shkoi tek përmbaruesit. Shumë e madhe, ja kemi elaboruar në detaje nivelet qendror. Kryeministrit kur ka qenë kryeministër jo në detyrë, ministrit kur ka qenë ministër jo në detyrë. Ish kryeparlamentarit, ish kryetarit komisionit për buxhet e financa, ish kryetarit komisionit për arsim, kanë qenë zyret e na, ja kemi elaboruar në detaje me bord, me krejt, po për një vijë buxhetore, për mbulumin e kostos që bërën nga ka qenë atë shpjegimi, pse nuk ka ndarje të një linje tjetër? Po, ministri Murati tash edhe në këtë rast, do të thonë këto rastet identike bëdalen, e me rolin e gjyqtarit. Edhe thot, kontratat kolektive janë të jashtëligjshme. Tash është ministra i financave apo është gjykatës? Se gjykata vendosa janë të lehtëshme apo të jashtëligjshme. Gjykata supreme, gjykata themelore kanë konsideruar që këto kontrata janë të lehtëshme. Dhe tash ministri Murati nëse i ka konsideruar këto të jashtëligjshme, pse ja merr mjetet financiare komunave? Pse nuk e procedon ti lando për gjykata, ti apo tu si ministër janë të jashtëligjshme. Atëherë pse po i ekzekuton? Pse po ja merr mjetet financiare pa pyet komunat fare? Ja merr e fillon një komunë punën për marrë shembull asfaltimin e një rruge. Ja merr nat kodin buxhetor dhe sot i ki parët i që i ki 2 milion euro në sistem, veç po them, nesër nuk isha ato mjete financiare se ti ka marrë Ministria e Financave për ekzekutimin e urdhit për marrimor. Do të thonë këtu është problemi, ai ka vlerësuar që këto kontrata janë të jashtëligjshme. Tash ti si ministër, a duhesh me respektu vendimet e institucioneve gjyqësore apo jo? Nëse ato, neve si asociacion, do një ka mos të keq kuptomi, nuk kemi qenë në asnjë rast kundër kontratave kolektive. Neve kemi qenë dhe jemi kundër marrjes së padrejtë të mjeteve financiare nga buxhetet e komunave, sepse këto kontrata janë të nënshkruara nga niveli qendror, jo nga niveli lokal. Do të thonë kjo ka një dallim. Mirë po, gjithçka po zbatohet në korrekt komunave dhe janë marrë me qindra miliona euro nga buxhetet komunale dhe shumica absolute e tyre është marrë nga kodet buxhetore për investime kapitale. Po, dhe krejt në fund, do të jetë çështja e kontratës kolektive, njëra prej temave kryesore në një qeveri të re, cila mund dal ose në kësaj radhe ose pas zgjedhjeve tjera që po paralajmërohen që mund të bëhen. Patjetër, domethënë në granti 4, sepse gjithë kryetarët e komunave kërkojnë barazinë në ndarjet buxhetore nga Ministritë e Linjës. Kontrata kolektive, granti 4, granti për shërbime sociale është i domosdoshëm. Ligji, do të thonë amendamentimi i ligjit për prokurimin publik është i domosdoshëm. Janë edhe ligji për ndërmarrje publike. Janë disa ligje të cilat neve që disa vite i kërkojmë për mua amendamentu. Shiko Donika, duhet me bëni prerje, do të thonë çka ka ndodhur para pandemisë dhe pas pandemisë. Do të thonë se para pandemisë kontrata kolektive nuk ja ka marrë shumë mjete financiare komunave. Pas pandemisë ka filluar lakuria shkuetenal. Do të thonë vetëm vitin e kaluar mbi 85-6 milion euro nga vendimet gjyqësore. Edhe si vjet është rreth 80 milion euro në statistikat e fundit që i kam. Në vitin 2022 ka qenë më pak, do të thonë kanë shku tu i marrë më shumë. Kështu që do të ketë probleme edhe për kryetarët e ri, sa i përket marrjes së mjeteve financiare nga kontratat kolektive dhe me këtë rast është e çuditshme që gjykata komerciale ende nuk e ka zgjidhur këtë problem. Sepse që nga viti 2022, mbi 26 komuna janë ankuar në gjykatën themelore sa i përket kontratave kolektive, ku kërkojnë rimbursimin e mjeteve të marra padrejtësisht. Dhe që nga 2022, gushti shtatori, nga gjykata themelore këto landje në bardhë në gjykatën komerciale dhe gjykata komerciale ende nuk ka marrë ndonjë vendim. Dhe është e habitshme se si atë shpejt mirën vendimet për kompenzimin e mjeteve për mësimdhënësit dhe që sa vite nuk mirët askush për zgjidhjen e problemit të A ka rrezik të parashkruhet kjo në këtë formë nëse zgjat ka shumë? Jo, se gjykata supreme para në vitin 2022 ka nëntor dhjetori 2022 tash ka kërkuar e ka marrë një mendim juridik sa i përket kontratës kolektive ku kërkon që norma inflacionit për mësimdhënësit të paguhet, po gjithashtu edhe gradimi i mësimdhënësve ndër vite të paguhet. Dhe këto janë të u marrën me miliona euro padrejtësisht komunave. Po, atëherë ju falenderoj që ishi sot u me ne. Ishte kënaqësi, Donik, faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj bisede tani është koha për